Në kohën moderne, pothuajse çdo aktivitet që bëjmë lidhet me internetin dhe teknologjinë. Ne përdorim telefona të mençur, rrjete sociale, email, e-banking dhe shumë shërbime tjera digjitale. Për t'i mbrojtur këto llogari dhe të dhëna personale, përdorim fjalëkalime ose pasvord. Unë jam Ibadete Zajmi, jam inxhiniere në njësim për zgjedhje teknike në IPCO. Sot, në Cyberzone do të flasim për pasvordet dhe menaxhimin më të sigurt të tyre. Pasvordi është mbrojtja e parë ndaj qasjes së pa autorizuar. Nëse një person tjetër arrin të zbulojë pasvordin ton, ai mund të ketë qasje në email, rrjete sociale, dokumente personale apo edhe llogari bankare. Për këtë arsye, siguria e pasvordve është bërë një nga temat më të rëndësishme në botën e digjitale. Sot do të flasim për këto pika. Çka janë pasvordet? Si përdoren ato? Menaxhimi i pasvordve, MFA ose Multi-Factor Authentication, pasvord menaxherët dhe rëndësia e tyre. Pasvordi ose fjalëkalimi është një kombinim shkronjash, numrash dhe simbolesh që përdoret për të verifikuar identitetin e një përdoruesi. Ai shërben si qelës për të hyrë në një llogari apo ndonjë sistem. So herë që krijojmë një email, profil në rrjete sociale apo aplikacion bankar, kërkohet vendosja e një pasvordi. Sistemi e përdoret për të konfirmuar që personi që tenton të hyjë është pronari vetëm i asaj llogarie. Ekzistojnë pasvorda të forta dhe pasvorda të dobta. Si pasvordi i dobët konsiderohet 65423 pasvord, vetë fjala pasvord në pasvord, emri personal, data e lindjes. Këto pasvorde zbulohen shumë lehtë nga hakerët përmes programeve automatike. Ndërsa pasvordi fort konsiderohet nëse ka minimum 12 karaktere, ka shkronja të mëdha dhe të vogla, ka numra, përmban edhe simbole speciale. Për shembull, një shembull i simbolit të fortë është Prishtina 2026 @ipco me shkronja të mëdha. Karakteret speciale në pasvord përdoren për të bërë fjalëkalimin shumë më të fortë dhe më të vështirë për të zbuluar dhe hakuar. Sa më komplekse jetë pasvordi, aq më e vështirë bëhet thyrja e tij. Pasvordet përdoren çdo ditë, pothuajse në çdo shërbim online. Disa nga përdorimet më të zakonshme janë hyrja në email, në Facebook, Instagram dhe në të gjitha rrjetet sociale, në e-banking, aplikacionet e punës, në pajisje mobile dhe në kompjuterët tonë. Kur përdoruesi shkruan username dhe pasvord, sistemi i krahason ato me informacionet e ruajtura në database. Nëse përputhen, përdoruesit i lejohet të hyjë në sistem. Problemi më i madh ndodh kur njerëzit përdorin të njëjtin pasvord për shumë llogari. Nëse një llogari kompromentohet, atëherë të gjitha llogaritë e tjera janë në rrezik. Gabimet më të zakonshme kur vendosim një pasvord janë përdorimi një pasvordi të vetëm për gjithçka, ruajtja e pasvordve në letër apo telefon pa mbrojtje, dërgimi i pasvordeve përmes mesazheve, përdorimi i pasvordeve shumë të thjeshta. Rregull shumë i rëndësishëm për pasvordet është një pasvord unik për çdo shërbim. Kjo zvogëlon shumë rrezikun ndaj sulmeve kibernetike. Menaxhimi i pasvordeve është mënyra se si ne e organizojmë, ruajmë dhe mbrojmë pasvordet tonë. Sot, një person mesatar ka 10 apo edhe më shumë llogari online. Mbajtja mend të gjithë pasvordave është shumë e vështirë, prandaj shumë njerëz bëjnë gabim duke përdorur të njëjtin pasvord kudo. Një menaxhim i mirë i pasvordeve përfshin krijimin e pasvordeve të forta, ndryshimin periodik të tyre, mosndarjen me persona të tjerë, ruajtjen në mënyrë të sigurt, disa këshilla praktike, mos përdorni emrin ose datën tuaj të lindjes, përdorni fjalë të gjata dhe unike. Ndryshoni pasvordet kur dyshoni për ndonjë rrezik. Aktivizoni siguri shtesë si MFA. Përdorni pasvord menaxhera. Sulmet kibernetike janë të urritur çdo ditë. Prandaj menaxhimi i mirë i pasvordeve është shumë i rëndësishëm si për individët ashtu edhe për kompanitë. MFA Multi-Factor Authentication. MFA ose Multi-Factor Authentication është një metodë shtesë sigurisë që kërkon më shumë se një mënyrë verifikimi për hyrje në llogari. Kjo metodë konsiderohet një nga mënyrat më efektive për mbrojtje nga hakerët. Kjo do të thotë se edhe nëse dikush e zbulon pasvordin tuaj, ai përsëri nuk mund të hyjë pa verifikim të dytë. MFA zakonisht përdor diçka që dini, do me thonë pasvordi, diçka që posedoni, telefoni mobil, SMS kod apo aplikacion autentikimi, diçka që jeni, gjurma e gishtit apo Face ID. Shembull praktik. Kur hyni në email, e vendosni pasvordin,
Pastaj merrni një kod në telefon. Vetëm pas vendosjes së kodit mund të hyni në emailin tuaj. Sot shumë kompani si Google, Microsoft dhe Apple rekomandojnë përdorimin e MFA për të gjitha llogaritë e rëndësishme. Po e marrim shembull MFA me Google Authenticator. Për ta përdorur këtë metodë, fillimisht e lidh llogarinë tënde, si emailin, Facebookun apo ndonjë llogari tjetër me Google Authenticator duke skanuar një QR kod ose duke shtuar manualisht llogarinë. Pas kësaj, çdo herë që hym në atë llogari, përveç paswordit, do të kërkohet edhe një kod që shfaqet në aplikacion. Në vend që të përdorësh vetëm paswordin, sistemi kërkon edhe një kod verifikimi që gjenerohet nga aplikacioni në telefonin tënd. Ky kod ndryshon vazhdimisht, zakonisht çdo 30 sekonda, prandaj është shumë i sigurt dhe i vështirë për të kopjuar nga dikush tjetër. Autosave i paswordeve është një funksion që i lejon shfletuesit ose pajisjes të ruaj automatikisht username dhe password kur të hyn në një faqe interneti, në mënyrë që herën tjetër të mos i shkruash përsëri. Si funksionon? Kur shkruan username dhe password, kyçesh në një faqe, shfletuesi e zbulon këtë, atëherë të ofron save password ose remember password. Nëse e pranon, ai e ruan në memorien e shfletuesit. Avantazhet e autosave: nuk ke nevojë të mbash mend të gjitha paswordet. Kyçesh më shpejt në llogari. Sinkronizim në pajisje të ndryshme. Rreziqet e autosave janë: nëse dikush ka pajisjen tënde, mund t'i shoh paswordet. Nuk është shumë i sigurt në kompjuter publik. Nëse llogaria e shfletuesit hakohet, rrezikohen të gjitha paswordet. Password menaxherët. Password menaxherët janë aplikacione që ruajnë dhe menaxhojnë paswordet tona në mënyrë të sigurt. Në vend që t'i mbajmë mend të gjithë paswordet, përdorim vetëm një master password, ndërsa aplikacioni kujdeset për pjesën tjetër. Çfarë bëjnë password menaxherët? Gjenerojnë pasworde të forta, i ruajnë ato të enkriptuara, i plotësojnë automatikisht loginët, sinkronizohen në telefona dhe kompjuter. Përfitimet e password menaxherëve: rritja e sigurisë, kursim kohe, pasworde unike për çdo llogari, më pak rrezik nga harresa. Disa nga password menaxherët më të njohur janë OnePassword, LastPass edhe KeePass e të tjerë. Këto mjete përdoren nga miliona njerëz dhe kompani në të gjithë botën. Përfundim, paswordet janë pjesë e përditshme të jetës sonë digjitale dhe mbrojtja e tyre është shumë e rëndësishme. Një pasword i dobët mund të sjellë humbje të dhënave personale, probleme financiare dhe rrezik për privatësinë. Prandaj duhet të përdorim pasworde të forta, të kemi pasword unik për çdo llogari, të aktivizojmë MFA, të përdorim password menaxher. IPCO ofron Cisco Umbrella, një zgjidhje e sigurt që ndihmon në identifikimin dhe ndalimin e kërcënimeve që në fillim, e krijuar për të ofruar mbrojtje proaktive për përdoruesit dhe bizneset. Për më shumë informata, na kontaktoni në emailin ict@ipco.com.